Ecco, c'è Dus hij had een wat activiteit tijdens het festival festivalmultier. Spaarde dat de personas, de schuifers net de kruidaarvarsjes zoals bij de Russen. Siri Barse van een onderzoek van dat ik weet dat ik diep het duurde festival en wilde mijn interpretant dus en hij zei hem soort raion divertidos. Aż ma soms een concert instrumental que eu trouxe de hoje. Bëhet ambiente silikani rëndësi shumë të madhe për zhvillimin e Virgjilis, që është një popullë e ka fituar të zemrën, ka fituar me punën e saj dhe me punën dhe projektet e kruzës së saj, Nikës, Gjovaninit, Gjulianit, e tjerëve, të cilët kanë bërë një punë lavdërueshme për të dhënë informacione të dur për mundësitë e zhvillimit të turizmit në Virgjili. Edhe në ky projekt i Bashkimit Evropian, Virgjita e Unikë, ka në fokus zhvillimin e turizmit. Aq më tepër kur ne promovojmë kulturën mirëtore, por fusim dhe zhanre të tjera kulturë, siç është rasti i koncertit instrumental në një ambient tipik tradicional siç është i popullës. Shiket këndshëm dhe realemit që të prezantojmë Përshëndetje të gjithëve, grupi që do performoj sonte është quhet Muzika Nova. Është një grup nga një formacion më i madh, nuk përsen vetëm 4, por janë më shumë në përgjithësi, po funksionojnë edhe si kvartet. Do performojmë muzikë më shumë nga Mozart për repertori klasik. Do ta mbyllim me një këngë që flet edhe për Mirgjitën. Shpresoj të pëlqejë. Sopranoja që të këndojë është nga Kosova. Zgjodhen këtë person nga Kosova, duke qenë se edhe një njerëzimi me bashkimin e me Urmitur. Do shta për secilin nga vepra do ju them emrin dhe nga vjen. Faleminderit. Johann Sebastian Bach, Air on the G-string.
qendër të zhvillimit të turizmit në Mirdit. Kryesisht e them për mysafirët, prandaj jurt edhe zef kolegëve përkthehen ju lutem. Infopulla është një qendër e zhvillimit të turizmit në Mirdit dhe jo vetëm, që ka për detyrë të prezantojë resurset turistike që ka Mirdita, të krijojë produkte turistike dhe t'i ofrojë ato në funksion të zhvillimit të turizmit tek operatorët e turizmit të ndryshëm. Kjo qendër është një dhuratë e byrë e bërë nga zonja Mariam Graf, e cila përpiqet të na ndihmojë në zhvillimin ekonomik të Mirditës në familjeve mirditore. Mirdita ka një potencial, qoftë natyror, qoftë historik, qoftë me traditat e mëdha të saj, të cilat kanë nevojë të rivitalizohen dhe të vinin në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të ruajtjes së trashëgimisë natyrore. Edhe herë ju faleminderit për prezencën tuaj këtu, dhe shpresoj që miqt i kemi përsëri bashkë në ambientet tona dhe në Mirdit. Gjithashtu duhet falenderoj grupin e mrekullueshëm për të shije. Arja Djelli ka premtuar nga Opera Amerika. Kompozuar nga Frank Kova. Opera Amerika është opera parë shqiptare, por se nuk ishte i breti kryesor nuk ishte ai që vendos, po ai vendosej nga sistemi i asaj kohe. Frank Kova kishte kompozuar një operë pra me një tekst tjetër gjergj Pishtës, po për arsye politike dhe ndryshoi tekstin. Megjithatë është opera historike, flet për marrëdhënien midis dy trive, do të ndërtojë në centrali i Ulzës. Dy tri ishin martuar në vjet, po se gjetë një djalë tjetër dhe aty kjo ishte gjendja po themi. Edhe Frank Kova ka qenë pra kompozitori i operës parë shqiptare dhe ka punuar për një farë periudhë, ka punuar dhe në Rosh si mësues muzike, kështu që ka një lidhje direkte me Mirditën dhe ka marrë gjithë motivet mjedisore dhe ka vërtetë